Problemi është që unë nuk mendoj që masiviteti është ai që duhet parë. Mua më pëlqen që edhe për mua nuk ka rëndësi numrat, për mua ka rëndësi qëndresa. Për mua ka rëndësi që gjithë shqiptarët sot janë në një mendje që Edi Rama është kthyer në mret dhe duhet larguar. Kjo është e rëndësishmja. E rëndësishmja është shqiptarëve sot u ka dalë frika, u ka dalë realisht frika, nuk kanë më frikë të godasin dhe me vezë, dhe ajo dije ka qenë skena më e bukur që mund të ndodhi, kur vetëm evropianët kishin parë që në liderat evropian, qofshin dhe kryeministra apo deshët ju, i kanë goditur me vezë, me torta në surat, edhe Merkelin, mos gaboj, e kanë goditur, edhe Helmut Kohlin, e kudo, edhe Kraksin, kur flitej për korrupsion që doli në hoteli do ikte dhe mbulohen rojet me çadër, e godisin me monedha dhe askush nuk u arrestua. Ajo që ka ndodhur dje është turpi më i madh që mund bëjë një polici shteti. Sepse goditja me vezë nuk është akt dhune, është akt dëshpërimi. Është akt dëshpërimi dhe nuk ka do të thotë po të ishte me goditur me gur, me tulla po. Mund të, sepse atje kishte edhe tulla, mund t'i merrin godisin trotuar. Po veza, torta, sendet të kësaj natyre që nuk të bëjnë dëm fizik, padyshim që janë mjete që protestuesit i kanë përdorur në të gjithë botën. Se ne kur protestojnë dhunshëm, hodhi shashka opozita, dogji kuvendin, dogji parlament, atë kryeministrin, nuk protestohet kështu bla bla bla. Tani që qytetarët kanë dalë, protestojnë në këto forma, po jo se s'është kjo protesta ashtu dhe të kujton komunistën kur bëri gazetën Albania që në vend i thoshin në urime gazetën një i thoshe ke shkrimin e ke tesh, një i thoshe ke 12, që i ka dhe letrën e ke të trashin, dhe ke të hodhë, një ke të gjërë, një ke të shkurtër. Kështu që ne nuk na gjendet karari kurti. Rëndësishmja që shqiptarët sot janë ngritur dhe shiko kush me bukra, them diçka, me bukra është ti sepse në këtë protest janë bërë bashkë komunist, ballist, legalist, musliman, katolik, ortodoks, vëlle, buqër, pra, doktor, avokat, pra, të gjithë shtresat që vetëm njeri mund t'i bënde bashkë, vetëm Edi Rama. Vetëm ai arriti t'i bënde të gjithë shtresat e shoqërisë bashkë për të protestuar kundër ti. Më kuptoni sa e bukur është kjo protesta apo jo? Që unë, avokati dhe kolegu avokati dhe ti gazetar profesionist tënd, shkojmë atje me atë moratorin, me atë bujkun atje në krah dhe protestojmë. Kjo është bukuria e kësaj proteste aty. Nuk ka rëndësi numri, janë 10.000, janë 20, janë 100, ose edhe 2.000, nuk ka ky, nuk është rëndësi, rëndësia është qendresa që bëhet çdo ditë. Mos harrojmë që jemi në verë, secili ka fëmijë që do të ikë dhe në plazh, të vejë edhe atje terror ajo kjo, po mos harrojmë që në shtator kjo protestë do zgjerohet. Kur të kthehet të gjitha pushimet, shikoni rezistencë vazhdues. Kjo është rezistencë, sepse do ta lidh me atë që tha avokati pak më parë, që nuk ja kishte bosh Donald Trump, Edi Ramos, që gosën e tij t'ia përgojonte llumi këtu në Shqipëri, dhe Edi Rama ta prezantonte me mafiozët të Shqipëri. Emrin e tij ta përdorte, se Ivanka nuk ka qenë në Shqipëri fare, dhe ai do shkoi në Vlorë se ka ardhur Ivanka. Për herën e parë po ka qenë, herën e dytë nuk ka qenë. Dhe ka shtallur me qytetarë dhe shtallë me mediat po deshët ju. Dhe se ja kish bosh Donald Trump. Dhe ky ndonja unë zvajta në summit, ndonja se ma kish lënë Trumpi porosit të mbaja vajzën, se vajza ishte minorene dhe do ta kaprin rrugës dhe përdunonin dhe ky e ruajti. Po çfarë janë këto muhabete? Andaj kupton çka ka dëmit madh ka bërë ai presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës? Dhe ardhi ambasadorit të ri këtu do ndryshojnë shumë gjëra. Nuk është Yuri Kim që vjen këtu, as ai tjetri. Vjen një personalitet i cili nuk po them që ai do godasje, do zhduk këtë, do zhduk atë. Po them, do vjen një njeri serioz, i cili gjithë jetën e tij ka për beteja, se ka qenë ushtarak, dhe nuk besoj që ai të ketë të harruaj të turpurohet të pleqëri, të korruptohet në pleqëri. Do ketë qëndrime në qeverisë. Unë mendoj që do ketë qëndrime që shqiptarët të jetojnë në dinjitet në vendin e tyre. Nuk ka rëndësi ore, kupton se këta thonë jo opozita, jo ai ky. Këtu është ngritur gjithë Shqipëria. Pra unë udhtoj çdo ditë, besoj dhe ju të gjithë, nuk dëgjojmë një njeri që të thotë që pse po bën protesta. Kur do iki ky thon? Të gjithë thon kur do iki ky. Ne qartë, faleminderit avokat. Unë do doja që ne bashkërisht me avokat Kujtim Cakranin dhe Leonard Karajin të diskutonim edhe një çështje tjetër të rëndësishme e cila u fol sot në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Ishte një prezantim që bëri kreu i SPAK, Lodian Brau, për sa i përket arritjeve, po themi, të task forces në raport me zgjedhjet vitin e kaluar, por megjithatë, krahas asaj që shihet si problemi në raport me shitsin apo blerësin e votës, ka dhe një problem i cili është konstatuar nga prokuroria e posaçme SPAK. Megjithatë, diskutimi në këtë komision nuk shkoi pa përplasje, reagime pati edhe nga pala opozitare, e cila sigurisht ju referua raportit të OSBE-ut dirit për të kundërshtuar apo
për t'ju kundërvënë gjetjeve të SPAK. Ndjekim çfarë do diskutuar aty dhe rikthehemi për të folur këtu në studio. Analiza tregon se korrupsioni zgjedhor nuk duhet parë si një akt izoluar dhe individual. Në shumë raste dikush nuk blen një vot, në disa raste dikush nuk blen një vot për një interes të ngushtë personal. Përfitimi synohet për një subjekt politik, për një kandidat, për një grup interesi apo për një strukturë që kërkon të ndikojë rezultatin politik. Prandaj hetimi nuk mund të kufizohet vetëm te dhënësi apo marrësi i përfitimit. Ai duhet zgjerohet dhe burimit të financimit, organizatorëve, ndërmjetësve, personave që koordinojnë skemën dhe përfituesve real të saj. Kjo është arsye pse për zgjedhjet e ardhshme fokusi duhet të jetë më i qartë tek gjurmët financiare. Ajo që më thua është dhe që më revolton, me thënë drejtën, është fakti që e konsideroni ka pasur efekt parandalues se të çfarë unë se kuptoj. Task Force ka pasur efekt parandalues, se çfarë u parandalua ta thotë ose bëj Odiri. E kete në mënyrë kronologjike që në 2015 fillon efekti patronazhimi, kjo me radhë, dhe se si rritet në rekomandime. Aty tregohet se sa rëndë është situata nga 2015 në 2025. Po ju këtë shqetësim se keni. Mirë, ky është diskutimi që u bën në Komisionin për Reformën Zgjedhore, ku pati sigurisht diskutime të ndryshme se çfarë do të ndodhe me zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Avokat Leonard Karaj, mos po kërkohet që SPAK të jetë garantori i zgjedhjeve në vendin ton, si ndahen përgjegjësitë e partive politike. Klodian Bravo tha që do duhet shkohet përtej shitësit dhe blerësit votave. Ke drejt këtu, SPAK-u, drejtësia nuk mund të jetë garantuesi ose arbitri i kodit zgjedhor dhe asaj që prodhojnë partitë. Por ama nga ana tjetër, nuk do duhet ta strafin gjoksin, sepse ne nëse kthehemi vetëm një vit e kusur më përpara, kur SPAK-u drejtohej nga Altin Dumani, ishte pikërisht ky Altin Dumani që në janar të vitit 2025 u përbetua, domethënë se do ngrinte atë task force-ën e fuqishme, e ngriti në fakt atë task force-ën e fuqishme, por gjithçka rezultoi në një zero me xhufk. Aqsa unë personalisht, po besoj edhe shumë të tjerë, e konsideruam që ajo task force ishte, si të thuash, noterizimi që ju bën zgjedhjeve të majit 2025. Në rastin konkret, pra, SPAK-u i asaj periudhe kohore nuk bëri asgjë tjetër përveç se bulosi vjedhjen me ligj që bëri Partia Socialiste të atyre zgjedhjeve. Për të kthyer tani tek realiteti i sotëm. Po, Klodian Bravo, drejtuesi i ri i SPAK-ut, tha një gjë shumë të rëndësishme për mendimin tim, e cila ka të bëjë me armët të cilët ka në dorë ligjvënësi, në rasti konkret SPAK-u, për të dënuar një person i cili kryen një vepër penale të tipit domethënë shitblerje ose ndërhyrje në procesin zgjedhor. Sepse vepra penale për të cilat po flasim, ai e tha në mënyrë më të juridike të mundshme, janë qesharake në raport me margjin e dënimit të atë cilët ato përfaqësojnë. Shikoni, vetëm po të marrim një rast konkret. Patën zgjedhje në Kosovë përpara një 5-6 muaj, jo këto zgjedhjet e fundit, pa ato përpara atyre, dhe vetëm në harkun kohor të 24 orëve, vetëm në Prizren u quan në drejt në prokurori rreth 40-45 persona. Pra u kapën në flagrancë. Këtu mungon flagrancë ante. 47 procedime penale, 47 pati për 2025, pra për zgjedhjet e 2025-s. Sa janë dënuar ante? Po të marrë numrin total tash, e kupton, dhe totali në raport me atë që thua për Prizren është. Jo, Andi, ka një gjë. Kur ti prek votën dhe kur ti thua që vota është e shenjtë dhe s'do duhet preket, dhe dënimi për atë personin që prek votën duhet të jetë ekzemplar. Ti nuk mundesh domethënë ta dënosh tjetrin për punë vullnetare në komunitet mo. E kupton domethënë sa qesharak bëhemi. Ke vendimin e sotëm. Pastaj kur thot Sakari se ma kujtove, mirë më bëre. Po ti pe sot mo shoqja e ngushtë, Irena Gjoka, e bëri të pafajshme shoqen tjetër të ngushtë të Majlinda Bufit të Roskovecit.
Dhe neve tani avokat, po mirë, avokat. Kemi drejtësi të re, po pse akuzoni ju Irina Gjokën, po ç'pun keni juve me të, mëse historia të këtij tipi, se dola nga tema. Kemi folur që SPAK ndoshta ndonjëherë mund të ketë qenë represiv dhe do duhet që gjykata e posaçme të jetë ajo që t'japi edhe pafajësi në vend, këtë e kemi thënë apo jo? Tani të lutem mos ma thuaj mua këtë gjë. Po pse ku t'ja them unë, po bashkë po diskutojmë. Nuk mund të bësh avokatin sepse për atë punë bëjnë Nule dhe Cakani për gjithë ditën se neve jemi ata që prekemi dek. Ai kam fjalën klientë më, se ne mbrojmë, nuk është se shkojmë aty domethënë për shtëpinë tonë. Bëj pyetje, nuk bëj avokat. Ne teorikisht andi do duam domethënë që gjithmonë SPAK-u të ketë të flasim me vepra penale sa më të ulta të jetë mundur për klientët tanë. Kjo është normale, por unë nuk po flas si avokat. Unë po flas si një njerëz që mbron të drejtën qytetare në fund ditës. Dhe unë po të them domethënë që dhe përplasja e sotme aty në kuvend më shumë ishte politike se sa ishte juridike. Vetëm një gjë juridike që aty kishte është fakti që konstatoi Klodian Bravo që tha zotri, ju jeni kuvendar, rregullojeni ligjin dhe jo të dënohet me punë vullnetare në komunitet, po kush prek zgjedhjet shkojë 10 vite në burg. Nëse e bën kështu, ti unë sigurojmë domethënë që s'ka njëri pastaj që shkon dhe prek votën aty. Numërus, votus, apo cili do qoftë ai personi tjetër domethënë me cilin merret me strukturën e zgjedhjeve, sepse në momentin kur ti deformon zgjedhjet, ke deformuar gjithë sistemin, gjithë shoqërinë. Deformon demokracinë. Nëse ti nuk rregullon këtë pjesë, është e kot pastaj të flasësh domethënë ekonomia u rrit kaq, historia vati aq. Shiko, interesant aty avokat ishte edhe fakti që u tha që mos të rrinë dhe njëherë tek shitsi dhe te blerësi i votës tek dy persona, njëri që shet dhe një që blen, pra tregtim malli, por të shkohet pak më thellë në koncept tek përfituesi i cili mund të jetë kandidati apo qoftë edhe vetë subjekti politik, si edhe hetimi i burimit të financave të subjekteve politike. Andi, le të tani, të lutem, nuk e bën dot këtë, mos kërkoni domethënë të hidh ujë, hidh miell, inshallah bën një kalat të madhe, po brungelet tani ditës. Po vetë po kërkon. Dëgjoj një sekond tani, nuk e bën dot këtë, mos ai nuk arrin dot ti të gjesh domethënë atë ta faktosh që Andi, kandidat për deputet, po jep Nardit kaq lek për ble kaq vota. Po e faktove këtë ti. Atëherë është ku ma gjen mo. Po kjo gjë është e paarritshme për të bërë për mendimin tim tu. Se janë kaq sofistikuar ta. Problemi është domethënë kur ti fakton realitetin shoqëror të votës, atëherë të paktën këtë personin i cili edhe pse është cytur nga deputeti, nga shefi i grupit parlamentar, apo nga XYZ personi me vestur politike, dënohet më zotri bëhe shembull. Dhe kur të them shembull, po të flas 7 deri 10 vjet. Pra marzhi i dënimit duhet të jetë minimalisht 7, maksimalisht 10. Kur e bën kështu ti dhe kur futen mrena ata njerëz, të sigurojnë që nuk e bën njeri më. Po këta nuk kanë për ta bërë kurrë këtë gjë o Andi. Sepse këta janë vetë ata të cilët i bëjnë kodin zgjedhor si duan ata, kanë qejf që të futin një çikës turirin aty tek vota. Ti po thua armikut SPAK-ut se si ti luftoj ata SPAK-un? Sa do e thoja, pra armën armikut për ta vrarë. Kështu që e vështirë. Them diçka. Në Italinë 92-shin ka ndodhur të njëjtat hetime siç kërkojmë ne sot SPAK-u të bëj përse përket zgjedhjeve. Dhe është dënuar paktën në një dënim që ka marrë ish kryeministri Bettino Craxi për financimin e partive politike. Për financimin e partive politike, sepse partia e tij financoi nga biznesmen të cilët nuk deklaroheshin e kështu me radhë. Nëse SPAK-u nuk do hetoj financimin e partive politike, burimin e financimeve e partive politike, unë mendoj që pastaj do të shkoj te pjesa fundore e atij shitblerës së votës 50.000 lekë, 100.000 lekë atje. Pse e them këtë? E them sepse sot nuk ka një hetim ku bën aktivitet partive politike në Europë. Kush i paguan? Sa është shuma? Pse i paguan? Dhe kush është personi që interesi ka që i paguan? Në të gjithë Europën e kemi parë, ka shkuar Partia Socialiste, Partia Demokratike, gjitha me radhë. Kush ka dhënë këtu llogari? Kush i ka paguar këto? Kush ka pyetur një ky SPAK-u kush i ka paguar këto takime? Sepse ata e biznesmen që ka paguar këto takime kanë bërë kulla në Tiranë. Ka marrë leje për resorte në Bregdet. I ka hetuar SPAK-u këtë? Nuk e ka hetuar pra. Këtu fillon e keqja te financimi i partive politike. Ti bën takime në New York, ti bën takime në Angli, ti bën takime në çdo cep të Europës. Po ne dim sa kostojnë këto takimet. Se vetëm sallën të marrësh poston. Ka që shumë e thjesht problemi. Merri thiri, bëj bilancin aty, shikoj kota sa paguajnë këta antarësia e këtyre kështu me radhë,
Dhe pastaj të dilet jetë e përfundimi. Shumë e thjeshtë Andi, shiko, dëgjoj sekond mua. Në Itali janë 3-4 institucione që hektojnë krime zgjedhore. Është Guardia di Finanza, që këtu është policia, çai themi ne, policia, çai themi, tatimore, që këtu tek ne është shtet, është parti shtet. Ke Guardia di Finanza, ke policinë e shtetit, ke karabinerin dhe vetë prokuroria oficerët e policisë që nisin kryesisht. Dhe kur ka brenda mafje, futet Direcioni Investigative Antimafia. Pra futet prokurorët si Gratteri me shok, që kapi bëj lidhje. Më kuptoni që ai si ka bota të blinduar, sepse bota mendon që në momentin që deformohet vota, ty të është deformuar demokracia. Është të deformuar gjithë sistemi. A mendon që sikur është një nuk është problemi tek ai aty, tek ai fshatari që ti dhe thesin me miell, absolutisht jo. Or dhe atje është, duhet shkuar dhe atje, nuk themi jo. Por problemi është fillon sepse që thoni një shprehje nga anët tona, peshku qelbet nga koka. Në momentin që ti shkon jashtë dhe kryeministri e udhton me charter dhe për të bërë një takim kudo qoftë në Europë, ose shikon ndeshjen e NBA 28.000 euro bileta në atë që përfol para zgjedhjeve, marr mend apo jo? Atëherë ti çfarë pret? Si mundet ti të presësh që ti në Shqipëri të kesh zgjedhje normale? Si mundet të kesh zgjedhje normale? Dhe ky është fenomen shqiptar, se Kosova nuk e ka, Malizi nuk e ka, Maqedoni e Veriut se ka, ne Shqiptar 1 dhe Sicilian 2. Sicilia dhe Shqipëria bëjnë zgjedhje të njëjta, por Sicilia është larguar, ka ecur, ka avancuar. Ka mbetur vetëm Shqipëria tani. Përse duket sikur nuk ka zgjedhje për zgjedhje, sepse bëjmë arsyetimin, bëjmë një arsyetim të tillë. Politika është ajo që tha dhe Nardi, që dhe unë mendoj të njëjtin gjë, që politika sigurisht nuk mund t'ia japi këtë armë në dorë SPAK-ut, që në një farë forme t'i pengoj aktivitetin e vjedhjes votave të çdo parti apo partive të ndryshme politike. U përfol që aty ka mbështypjen Strazimiri foli për sistemin e patronazhimit që akuzoi dhe akshin që ka dalë nga akshi. Në anën tjetër marrim SPAK-un që çdo bëj SPAK-u tani do merret me zgjedhje, do merret me Albanian Files, do merret me grupet kriminale, do merret me hetimin e zyrtarëve të lartë, të mesme, të tjerë me radhë. Duke sikur ku nuk ka zgjidhje gjithë kjo histori pra. Kjo punë zgjidhet. Nëse politika do ta bëj, ta them unë si bëhet. Ne jemi avokat dhe njohim mirë sistemin. Dhe njohim më mirë nga këta palaçot që janë deputet aty, të kanë gjithë palaçot, nuk ka asnjëri vullneti dhe se këtë nuk është të gjithë jashtë realitetit. As gjyqtar nuk e di dhe as njeri tjetër nuk e di. Sistemi është ky. Ndërto brenda prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, seksione të veçanta të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe për zgjedhjet, pra fute edhe për zgjedhjet, sidomos për zgjedhjet, me prokuror që ti do t'i zgjedhësh aty, seksion të veçantë, dhe pa dyshim që ka, sepse ka njerëz në këtë vend tani dreqi ta marrin mor, se ka njerëz në këtë vend që duan ta bëjnë Shqipërinë, jo të gjithë janë korruptorë tani, mos i bëjmë ne, sigur këtu nuk ka njerëz sot tani, se çfarë kuptimi ka. Problemi është që mungon vetëm vullneti për ta bërë. Edhe unë nuk besoj që mund ta bëj SPAK-u këtë, që nuk e bën dot SPAK-u këtë punë, sepse kjo nuk është luftë brenda një muaji, një mujore. Kjo është luftë permanente, sepse në Itali për shembull dënohet edhe premtimi. Nëse njëri ti del kandidat për deputet, për kryetar bashkie, për këshill bashkiak ose çfarë them unë ty, dhe ti premton vend pune, ai me automatikisht dënohet. Premtimi për vendin e punës, premtimi për një gjë të caktuar, premtimi për atë urën, për atë rrugën atje. Ai ty ta fut në konkluzione, jo korrupsione, quhet diçka tjetër. Dhe janë shkarkuar e arrestuar kryetar bashkisht në Itali për këtë gjë. Janë arrestuar për premtime të kësaj natyre. Nëse nuk do futet dhe premtimi, sepse ti nuk mund të dalësh të thuash unë ty do t'jap çekun e Florisë, se ti nuk e ke me shkopin magjik ta bësh të. Ti s'mund të thuash unë do të fus të punë ty, familjarin, gruan aty këtu, se ti atëherë quhet ky është korrupsioni, çfarë quhet? Korrupsioni është thjesht tek pagesa. Është edhe tek puna që ti do t'i fusë atë në shtet, ta sigurosh ti në shtet. Prandaj them që nëse nuk do futet edhe kjo premtimi, atëherë ne nuk zgjidhim dot gjë. Ja i qartë. Mirë, një tjetër moment i rëndësishëm ku dua të ndalem është sërish tek Klodian Brau, i cili ne kemi bërë një ridiskutim për kompetenca pra që mund të marrë Byroja Kombëtare e Hetimit, por duket se kreu i SPAK sot në Komisionin e Reformës Zgjedhore, përveç të tjerave përmendit e faktin që SPAK, domethënë, mund të arrijë deri në faktin që të marrë kompetencat edhe për të arrestuar për shkak sepse ka pasur edhe elemente të ndryshëm, kryesisht të botës kriminale që nuk janë kapur. Dëgjojmë çfarë tha dhe rikthehemi ta diskutojmë.
nuk ka kapacitete operacionale SPAK-u që sot të bëj arrestime të personave në kërkim. Siç është një fenomen shqetësues për ju, mund të jetë edhe për ne, sepse edhe ne kemi disa të kërkuar me masa sigurimi në mungesë apo të dënuar në mungesë, vendime të cilat nuk janë ekzekutuar. Dhe ky është një shqetësim real dhe kemi ngritur vazhdimisht dhe të shqetësim.